رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi do vetëm Allah subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allah subhanahu wa taala i cili na ka begatuar me këtë ditë të caktuara. Lutim Allah subhanahu wa taala që na lejojë agjërimin dhe ibadetin në to. Çdo herë që robi ka ndonjë kërkesë apo ndonjë lutje kur e parashton ndaj dikujt, mundohet që atë pyetje ose atë kërkesë ai më bëj më shumë që përgjigjja më kon në favorin e këtij. Çdo herë që ti mundosh me e pyet dikon diçka, e bën me shpresën që përgjigjja ka me orë në favorin tonë. Edhe ka me orë në ato se që ti e të e lypën. Por se në krahasim me Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala çdo herë kërkesat e tij që ja ka bëu ndaj robërve të tij, ai ka bëu që robi të përfitojë prej tyre. Në Kur'an, gjatë atyre ditëve që jemi duke shpjeguar rreth rregullave të Kur'anit dhe asaj që kanë dhënë dietar për rregulla kuranore, në Kur'an shohim disa vende ku Allah subhanahu wa taala premton edhe kërkon prej robit, por se në përfundim robi me pas dobi prej saj. Fa Allahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Edhe tha Allahu subhanahu wa taala, më kërkoni mua, më thirrni mua, unë ju përgjigjem juve. E kur Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet robit, domethënë që ai i jep atij çdo sen që ai e kërkon prej tina. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluhum jahannam dakhirin. Do sa ata të cilët nga mendjemësia shmangën prej adhurimit ndaj Allah subhanahu wa taala, ata do të hyjnë në xhenem, do të hyjnë në zjarrin e xhenemit të nënçmuar. Ka prej njerëzve që kanë nevojë edhe nuk kërkojnë tek Allah subhanahu wa taala. Kanë nevojë edhe e ndalojnë vetë, stopojnë veten e tyre nga të bërë dua, nga të kërkojnë prej Allah subhanahu wa taala. E Allah ta i ka përmend në ajetin kuranor ku thotë, ata të cilët e ndalojnë veten e tyre nga ibadetet, nga adhurimet, ata do të hyjnë në xhenem të nënçmuar. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ad-du'a mukhul ibada. Duaja është koka e adhurimit. Duaja është arma e besitorit. Nëse ti dëshiron që prej Allahut të begatuar me të mira, Allahu me të dhënë mirësi të mëdha, atëherë bë dua ti, lutë atë. Edhe nuk duhet që me ekzistuar në mendjen tonë, që nështë pe teproj me dua, nështë pe teproj me kërkesa. E përmend poeti se mos e lutni birin e Ademit asgjë, por se lutni ato dyrtë të cilit nuk mbyllen asnjëherë. Sepse biri i Ademit sa herë që ti të kërkosh prej tina, ai ka më mërzit prej teje, ndërsa Allah subhanahu wa taala sa herë që ti nuk kërkon prej tina, ai mërzitet me ty. Ky është dallimi mes Allah subhanahu wa taala dhe krijesave të tina. Sa herë që ti lyp prej dikujt prej njerëzve, kimë një vetëm të shumë. Sa herë që kimë shkutë mia kërcit deri dikujt prej njerëzve, nashta edhe ka me të nënçmu, edhe nuk ka me të adhon ato që ti e ty e kërkuar. Ndërsa Allah subhanahu wa taala mërzitet me ty, hidhërohet me robin, atëherë kur robi nuk kërcet në derën e tij. Atëherë kur robi nuk kërcet në derën e tij, Allah subhanahu wa taala hidhërohet me to. Andaj mos e hup të mundësi, mos e hup të qafe. Ruaje kohët kur Allah subhanahu wa taala i përgjigjet më shumë ti duas, edhe ulë para durve tina. E përmend Ibn Kaimi, nëse ti dëshiron që Allah subhanahu wa taala me të dhon diçka, me të plotësuar diçka prej nevojave tua në dynjë, atëherë duhesh me bëu dua Allah subhanahu wa taala si kur një fëmijë kur hyn prej babës vet diçka. A keni vërejt kur shumica për ju edhe keni fëmijë, kur ju kërkon diçka, ja nis me kojë,
E ta në ditën është a fillon të e lyp edhe nuk harron nefit e me javë derisa ti t'ja plotësh ato. E njëjtë është edhe me ty në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nëse ti e të pas nevojë që tash, diçka, lutë Allahun subhanahu wa taala. Çaj para durave tina. Edhe lutë çdo sejdë. Lutë çdo ditë derisa Allahu subhanahu wa taala ta plotëson ato. Premtim tjetër që Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë robën e vet në Kur'an thotë: "Fadhkuruni adhkurkum." Më kujtoni mua, unë ju kujtoj juve. Ka përmend dietarët se nëse robi e kujton Allahun subhanahu wa taala, e bën dhikr Allahu subhanahu wa taala me një vend, me një mezhlis, me një xhamat, Allahu subhanahu wa taala ka me kujtu këto me një vend edhe më të mirë se ai. E vend më të mirë se ai është vend ku Allahu subhanahu wa taala kujton atë te melekët e tina. Të bëri dhikr Allahu subhanahu wa taala është një vepër më të madhe që mundet me bëu robi, sidomos në ditët e Ramazanit, në ditët kur ai është agjërueshëm. E përmend Ibn Salahi Allahu mëshiroft se nëse robi e nis ditën e tina me dhikr, edhe përfundon ditën e tina me dhikr, Allahu subhanahu wa taala ja shkruan këtij personi ditën edhe natën komplet që ai ka bërë dhikr. Përmend Ibn Barik se melekët i shohin shtëpiat e atyre njerëzve që bojnë dhikr Allahu subhanahu wa taala duke ndriçuar një sikur se ndryqojnë yjet e qiellit për banorët e tokës. Një sikur se ndryqojnë yjet e qiellit për banorët e tokës, ashtu ndryqojnë edhe shtëpiat e atyre njerëzve, atyre robërve të Allahu subhanahu wa taala që e bojnë dhikr Allahu subhanahu wa taala pa ndarë. Kjo është ku Allahu subhanahu wa taala premton robët e tina: "Fadhkuruni adhkurkum." Më kujtoni mua, unë ju kujtoj juve. Premtim tjetër që Allahu subhanahu wa taala i jep robërve të vet në Kur'an thotë: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju më falenderoni mua, unë edhe kam jashtuar edhe më shumë ato mirësi që ja kam dhënë. Për çdo mirësi që të ka begatuar Allahu subhanahu wa taala ty në dynjë, qoftë ajo edhe shumë e thjeshtë, qoftë ajo që Allahu subhanahu wa taala ka begatuar edhe me një gotë ujë që ti e ke pinë në iftar. Ajo është për rrezikut të Allahu subhanahu wa taala. Nëse për atë e falenderon Allahu subhanahu wa taala, Allahu premton: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju më falenderoni mua, unë atë kam ja ushtuar juve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se prej dhikrit më të mirë është fjala elhamdulillah. Prej dhikrit më të mirë është kur ti e falenderon Allahu subhanahu wa taala. Thot qaulul elhamdulillah, thot fjala elhamdulillah i mbush peshorët e veprave të robit. Kur ti e falenderues për çdo sen, kur ti e falenderues te Allahu subhanahu wa taala për çdo mirësi që ta ka dhënë, e mirësi më e madhe që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala se sa udhëzimi nuk ka. Mirësi më e madhe se Allahu subhanahu wa taala na ka udhëzuar me hijën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka. Mirësi më e madhe se Allahu subhanahu wa taala ka begatuar me këtë vllazëni që i ki për rreth nuk ka. Nëse e falenderon Allahu subhanahu wa taala për këtë, Allahu do ka vetashtu këtë. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Premtimi i fundit që premtimi që Allahu subhanahu wa taala ja bën robërve të vet në Kur'an është edhe wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu subhanahu wa taala nuk ka më ju dënuar juve përderisa ju kërkoni falje tek ai. E doaja që e bën robi është thjesht vetëm një lutje që ti ulesh para durrës të Allahut subhanahu wa taala edhe kërkon prej tij çdo sen që ti ke nevojë. Doaja është një ndër ibadetet më të sinqerta që mund të bëjë robi. Ka pasur pejgamberit kur janë çuar natën, ka fal namaz natën, edhe ka bërë dua saqë as gruaja e vet nuk e ka ditë se çfarë të bëjë. Ka pasur prej tyre që e ka lutur Allahu subhanahu wa taala, edhe ka adhuruar Allahu subhanahu wa taala as fshat, saqë as gruaja e vet në shpinë me këto nuk e ka ditë. Adhurimi më i sinqert, adhurimi më i mirë është kur ti vetmohesh vet me Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot për ata që cilën bëjnë dua, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes atij që lutet sa herë që ai lutet mua. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes së lutuesit kur ai më lutet mua. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. E nëse ata dëshirojnë që unë me ju përgjigj dovave tyve, atëherë të besojnë mua. E të besojnë mua edhe nëse dojnë që me qenë prej të udhëzuar. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fuqinë e duajës ku ka thënë në hadith: La yaruddu qadaran illa dua. Nuk ka mundësi
nuk ka mundësi që me ndryshuar kaderin e Allahut subhanahu wa taala vetëm se duaja. Është hadith për haditheve të mëdha. Në diçka që Allah subhanahu wa taala ka bërë kader për ty. E ka shkruar Allah subhanahu wa taala për ty që me të ndodh ajo. E ka bërë Allah subhanahu wa taala caktim që ajo me të ndodh ty, atëherë nuk ka mundësi që çet caktim të Allahut me ndryshu diçka vetëm se robi kur e bën dua Allah subhanahu wa taala. Ka mundësi që ti me duajën tonë që ja ke bërë Allah subhanahu wa taala me ndryshu diçka që Allah e ka bërë caktim me të ndodh ty në tanë. Allah nuk dush me stupu vetëm për këtij adhurimi kaq të madh. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Edhe ka për atyre që e thojnë, Zoti jon, Allahu jon na jep të mirën për dunjë, e për të nuk ka asgjë në botën tjetër. Sepse këta dëshirojnë që me kërku prej Allahu subhanahu wa taala vetëm për të mirën e dunjës, edhe nuk dëshirojnë asgjë me pas përfitime në ahiret. Dorsa esenca e besimtarit, kryesorja e besimtarit është kur e lut Allahu subhanahu wa taala, është që me pas përfitime në dunjë dhe në ahiret. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah na jep të mirën në dunjë edhe na jep të mirën në ahiret. Na beqaton në dunjë edhe na beqaton në ahiret, edhe na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Wa la yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ka thënë Allahu në Kur'an. E kush thot Allah na beqaton në dunjë dhe na beqaton në ahiret, edhe na ruaj prej zjarrit të xhenemit, ky ka fituar në të dy botët. Ka fituar në të dy botët, sepse ti po kërkon për mirësinë të Allahut subhanahu wa taala, që Allah me beqaton në jetën e kësaj dynjaje. Beqatia më e madhe është ti me pas shëndetin e plot. Beqatia më e madhe është ti me qenë udhëzuar në fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dinën e hak, në fenë e vërtetë. Beqatia më e madhe është ti me pas një familje të udhëzuar, me pas fëmijë të udhëzuar. Beqatia më e madhe është edhe këtë ditë që jeni duke jetuar që tash, këtë ditë që jeni duke përjetuar që tash. Ka përmend Allahu në Kur'an ayyaman ma'dudat, janë ditë të numëruara, ditë të caktuara, ditë në muajin Ramazan. Kjo është beqatia e Allahut subhanahu wa taala. Edhe wa fil akhirati hasana, edhe në beqatin e ahiret, beqatia më e madhe në ahiret është kur Allahu subhanahu wa taala ty të bën prej banorëve të xhenetit. Beqatia më e madhe në ahiret është kur Allahu subhanahu wa taala ty shton në hijen e tina, në hijen e arshit tina, ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes tij. Beqatia e madhe është kur Allahu subhanahu wa taala të bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Beqatia e madhe është kur Allahu subhanahu wa taala dhe me ata persona që ti ke dashur në dunjë, edhe me ata persona që ti ke dashur në dunjë, të bashkon në xhenetin e tina. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që na bëjë banorë të xhenetit, edhe me na bashkon me të gjithë ata që i dojnë në dunjë. Elusim Allahu subhanahu wa taala që më na pranoj këtë ditë që ne duke ja xheru. Elusim Allahu subhanahu wa taala që më na pranoj adhurimin ton. Elusim Allahu subhanahu wa taala që çdo do mos më na kthym brash. Elusim Allahu subhanahu wa taala që më na bëj prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na takojmë me të në xhenet, ku atje ku do të jemi me të, ku do të jemi me shahidat, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.